Stoku i dosjeve ka arritur në 150.000. KLG ka vendosur të kërkojë ndihmë një ekspert i serb. Një ekspert i lartë nga Serbia pritet e ata shohet të grupeve shqiptare që po përpiqen të gjejnë një zgjidhje për të evaduar stokun e dosjeve që ka mbërritur në mbi 150.000 të tilla. Këshilli i lartë gjyqësor ka vendosur që përpos ndërhyrjeve ligjore ku propozohet gjykimi i shpejt dhe pa trupa të përbërë nga 3 gjyqtarë, të kërkohet ndihmë ndërkombëtarëve për të propozuar zgjidhje të evadimit çështjeve njësoj si formula që është implementuar në gjykatat e Selanikut dhe Athinës. Eksperti që pritet të mbërrijë në Shqipëri quhet Dimitrie Sujeranovic dhe ka qenë i angazhuar në problemet e stokut gjyqësor në Greqi. Por a mjafton ekspertiza vetëm e huaj për të zgjidhur këtë çështje? Absolutisht jo. Duhet të mbushet gjyqësori me gjyqtar dhe prokuror. Nuk është histori vetëm me një eksperti, shprehet avokatja Gëzime Buçi. S'më duket zgjidhje, kemi avokat dhe jurist në Shqipëri, thot avokatja Ildiz Kastrati. Mes propozimeve të KLG është edhe shmangja e gjykatave për uljen e dënimeve që do të kryhet nga burgjet dhe aplikimi sa më shpesh i proceseve online. Por në përpjekjet për të gjetur zgjidhje, kjo e moshuar është mes 10 qytetarëve që enden nëpër gjykata pa e ditur se çfarë fati ka çështja e familjarëve të saj. Backlog do të thotë më shumë punë për gjyqtarët dhe më shumë pritje për qytetarët. Në shkallët e para, ngarkesa për çdo gjyqtar arrin 1.000 dosje, ndërkohë që vetëm në apelin e juridiksionit përgjithshëm stoku ka mbërritur në 55.000 dosje.